welcome back and happy Tuesday. Today it's March 17 and happy St. Patrick's Day. Wait, happy St. Patrick's Day. Today it's 17 March edhe we celebrate St. Patrick's Day. Kështu që ja ku jemi këtu, ja ku po vazhdojmë edhe po du me dal, por është vrant, do stash jashtë ju tregoj që është vrant edhe po dojmë me vazhdu të këqyrem apo blejmë gjithka, as problem. Po më dha shpina. E pa humbur kohë, po vazhdojmë edhe këtë video kështu. Pari po du ju tregu se si është koha, është vranë dhe është day raining, maybe, pak, por ja ku është kështu. Me shi dhe shiko, lullet e mia këto kanë fillu me hapën edhe qito qështu, por që kjo është bërë krejt. Nuk ka asgjë. Në kjo të këshu ndoshta me blendë një tjetër kur t'i vendosi. Shiko që kjo ka fillu me hapën lullet e para, Shiko ka vetëm ka fillu me qitën lulle edhe ja ku e ka këtë parën bukur mirë. Kështu shko po punojnë me këtë banesë. Edhe ja ku po bëhet. Qështu që kjo s'po di a do të qeta ju, po që kjo qështu është diçka e gjelbër të presim edhe që kjo është bukur mirë që të greeni dhe është apshe po fryn era edhe është vranët koha. Ja ku jam sot këtu është më ftoft vrant dhe shiko më është kapuqin jakën pak ma trosh edhe ja ku jemi këtu. Jam me një park këtu të Mother Teresa edhe pse është St. Patrick's today, po ne nuk kemi këtu për St. Patrick's edhe i marrë këtu për mu lut, kështu që ja ku është sot edhe vranët. Është një kohë e vranët, është një kohë. Vetëm që s'ka fillu shiu, që ka gjithandej kështu dhe i vranët koha. Shiko, kam vendos që të gjitha këtu si lule, si pëm, gjithandej dhe e kanë rregullu pak bukur, e kanë po fantastike. Shiko, në me ble qëto e bukur. E gjatë e mirë, nuk po dhja për e mirë. Me pantollat të zeza. S'po di. Tama është. Kjo small, por shumë më e madhe. Shiko, deri këtu dhe shko se si përë. Atëherë që kjo ma e bukur. Qëto pe marrën 3 euro. 4 euro. 4 euro. Kështë që qëto pe marrën. Kjo shumë e madhe. Qështut. Shiko. Edhe kjo tjetra, po kjo me të shkurtra. Fantastike. Kjo për e më bukur. Ose kjo shumë e gatë. Këtë kohën du të mi bëjnë. Qështët. Ja ku jam tani këtu edhe po du qëto gjonat mi largu, mi hek. Jam në shtëpi, jashtë është po little bit cool edhe qështu që mora hapa qështu ashe qëtu duhet mi gjuj se janë kurse që pjese
Me largu. Qëtu. Okej, qëtu. Qëto të na me hap. Qëtu. Me vendos qëtu e tjerat. Qështu. Edhe qëto qështu. Okej. Po ikim. Edhe kemi marrë tani një kablovik tjetër sot të ri, Pilot Motion. Edhe i kemi plot programe tjera. Sa peshymi se bëm mu. Për St. Patrick's. I kemi sot edhe këtu. St. Patrick's. Që edhe pak bëjmë lutje. Që të shumë. Okej, tash du me tregu pak dekor për St. Patrick's Day, të cilën e kemi bërë ka prej shkurtit, kështu që bëjmë tregu se qa kemi bërë për St. Patrick's Day, dekor, home, pakës kështu. Shiko, e kam vendos qëtu, qështët pijata të cilat i kam gjithmonë për St. Patrick's edhe për Spring Day qështët, i kemi vendosë këtu lule, flower, Spring, St. Patrick's qështët dhe qëta e kemi vendosë njerë për njerë qështët, e pas taj bëjmë change edhe qëta qështët, shiko se sa bukur fantastike e mirë, dhe me thonë dy pijatat këtu, qështët për St. Patrick's, shiko se sa bukur, sa mirë, i kemi vendosën dhe kështët, shiko, bukur, mirë, fantastike, me këta këtu, me qëta qëtu dhe mirë e pare. Kemi vendosur edhe qëta qëtu, shiko, edhe qëta qëtu, bukur porin e qëtu. Qëtu kemi vendosur qëta, shiko, qështët edhe këtu kemi vendosur qëta, qështët dhe ja ku është për St. Patrick's Day, kjo bukur, kjo është pra koridori. Tani jemi në banjo si çdo vjet edhe kjo këtu dhe pastaj kjo këtu, kësi vjet ja ku vendos edhe një të gjelbër green këtu për qirin dhe qita që shtot fantastike bukur shumë mirë. Edhe qita që shtot mirë përrin bukur si dhe që kjo qito që shtot. Ja ku është tani kjo tek porta ime këto të hi edhe një zog tjetë. Që kjo është që shtot bukur, që to greeni tani përrin mirë për St. Patrick's Spring, që shtot edhe këto, për që to i kam vendos që shtot për Easter, por ja ku është edhe që kështë. Ja ku i kemi edhe një qëto të cilën e kemi vendos për St. Patrick's kështë, dhe ja ku është greeni këtu, ja ku është edhe këto që shtot, bukur, e kemi vendos dhe i kemi vendos qëto fleta tani për spring, shiko se sa të bukra, e kemi ble new, që i kom tregu me 16 dhe ja ku është edhe kjo këto për St. Patrick's Day, edhe qështu të shka për St. Patrick's Day, një pa greeni, qëto për shkak ma tjepër është Easter. Edhe që kjo qëto, shiko është e gjelbërt, edhe po përshtatën me St. Patrick. Edhe qëto pra pa dirës e kom vendos qështot me St. Patrick's, qështu dekor edhe këtu kështu. Gjithashtu shiko edhe këtu jemi bo me këto, kemi vendos fleta qëtu shumë dhe shiko atje edhe këtu edhe qështët qëta kemi vendos qështët dhe ja si o bo këtu bukur për greeni edhe qështët. Qëto për St. Patrick's, St. Patrick's, Spring dekor, qështu, shiko, krejt këtë pjesën këtu, edhe qështët me qëto. Qështët edhe qëto dy copa janë
si me këto dhe me greeni, po përshtatet bukur shumë mirë. Qështu kemi për St. Patrick's, për spring, diçka qështot, me këto edhe me limon dekor, këto edhe tjerat nuk ka pak si greeni qështu, flower, qatë janë altë janë disa flower, shiko se si është qështu edhe ja ku është St. Patrick's këtu, Happy St. Patrick's Day këtu edhe nuk ka mu asgjë për St. Patrick, është për Easter, kështu që kjo është tek dhoma ime. Kurse këtu në salon e kam vendosur që to greeni qështu dhe bukur po duket së bashku me këta përin kështu. Ja ku i kam vendosur edhe këtu lullet këtu tani për spring, Easter dhe St. Patrick's kështu me drita. Akuma i kam drita këtu dhe ja se sa bukur përin, e kam luan këtë zamrën këtu. Kështu dhe ja këtu tek tavolina kafës kemi tulipan dhe kështu të Hello Spring. Këtu Hello Spring edhe tulipan të bukur që kjo qështu shiko kjo tulipani këtu me qirion green tani për St. Patrick's edhe shiko kjo këtu një zog i bukur i mirë dhe ja ku është kështu edhe ja ku është këtu të cilën t'i kam vendosur së bashku me këto e bukur që është fantastike dhe këtu të gjelbërta edhe ja ku është kjo. Këtu dhe kështu. Okej, ja shiko se ku i kemi ndru, këtu kemi bërë change me të sot, me të 17 edhe kemi i new kanal këtu dhe shiko, është këtu kjo new këtu të cilën e kemi marrën edhe të shohim si po bëhet, ka gjona të reja këtu të cilët janë dhe bukur kjo këtu e kemi tani këtu dhe kanalet reja këtu së bashku me këto këtu edhe këto këtu edhe një qaj tani këtu si greeni si gjelbërt dhe ja ku jemi këtu kësaj radhe po i thëm altari i St. Patrickut dhe ja ku jam këtu e kam desë qirion e gjelbërt green për St. Patrick's edhe tani po bëjmë prayer të në St. Patrickus. O San Patrizio prega per me, o San Patrizio prega per me, o San Patrizio prega per me, o San Patrizio prega. O San Patrizio prega per me, o San Patrizio prega per me, o San Patrizio prega per me, o San Patrizio prega per me. Dhe ja ku e kemi këtu, edhe tanto të lutëm edhe me lutje të tjera, ja ku e kemi edhe qiriun të të cilin e kemi ndes, dhe kështu që ja ku është këtu altari i St. Patrickut. Ja ku jam tani këtu me televizorin e ri tani është këtu Kino 1, Kino 2, Kino 3 edhe po shikoj filma tani kam filluar mi vendos të gjanat për pranver, për spring ka shumë filma tjera që dokun bukur mirë sot sefte kemi qitë edhe do me këqyr dokumentar Kështu që të shohim çfarë filma ka unë du me shku me ra me flajtën edhe kaqir nuk e di a ka filma dhe
string. Okej, akoma nuk po di mirë. Akoma nuk po vemi ditën këtu. Cilat janë asha. Këto janë kanalet këtu edhe po i kërkoj cilat janë me filma. Të kids. Po shumë. Okej, ku janë këtu? Film action, film dram, film kështu dhe me filma. Okej, këto që kam prej 61, 62, dhe kështu. Okej, që kjo filmi kështu. Edhe komedi. Akoma nuk po di se si është, por po shkoj po flaj, une po e mbylli. Kjo pra është edhe tëra, sa më përgatitur edhe sot për të 17-in. Gjithë ju që pëlqeni videon ja bëni like, bëni subscribe për të gjitha videon në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.